Rajulun anfaqa biyaminihi, një njeri që ka dhënë me dorën e gjatë e se ka pa e majtë. Do një punë bëhet nuk mshehet ai, por duhet me pru diçka të xhamia, e shef dikush ama. Niyeti i yt është por Allahu te ala. Wa rajul, e tash kjo është i fundit. Wa rajul da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Dhe një njeri që i paraqitet një femën e bukur, jo rrugaqe, me pozit, me post, me pasuri, një femën e bukur me kerë të shtrenjë, me mobil model të shtrenjë, me shumë sende bukure, edhe i thot një të rijët musliman, unë po du me kalu në atën me ty, Zotin në. Kjo është strove ma. Ki muslimani që i thot? Femën e re, e bukur, me post, me pasuria, me kreta, ki që i thot? Inni, e khafu Allah rabbel alamin. Jo, së unë kam frikë Allah. Sa i më shef? Unë kam frikë Allah. Ki njeri, në ditën e gjukimit, Allahu dhul Gjelal, këti lojit e njeriut, Allahu dhul Gjelal thotë hajde. Hajde, juve nuk ju takon temperatura këtu të rinin këtë delë, në këtë temperaturë në zemë, por ju dhe hinën në hijene, Arshialas atë ditë që s'ka një qitë. Dhe zë të dashë, për fund ka qenë i komandant musliman të cilin e ka në zonë jesir, e ka zonë robë. Edhe e ka sprovu me shumë gjëra, s'kan mujtë se te e mashë gjatë, s'kan mujtë me mashtru që të këthen prej islamit, për fund, e di që kanë po? I kanë thonë në shtarë dhe i mbreti, kanë thonë, qolnje në një vilë prej villave më të bukra, edhe afroni ushqime, haje, pije, sa të dose, edhe qojnë filan femnën e bukur, edhe gjithë në edhe qojnë ato janë shelin dhe, ajo mundohet të afrohet, tja prishe imani, mundohet të afrohet, e dini që ka bënë sot jahudit në Palestinë. Femnat bukra zgjedin edhe i qojnë të i provokojnë të rritë palestinezë. Edhe pse, që në fejnë ndërgjegjen. A i kur t'ja fejnë ndërgjegjen, ja ka dopsu imanin, a i më nuk kujton as për vaton, as për iman, as për mesgjytu laksa, as për islam, u kri. Kështu mundohet një mashtërën muslimë. Kështu mundohet për kështu prishë, kështu shëndrohet rinia, edhe s'ka armëri. Në këtë formë, pra ato e mbyllin me një dhamë të mirë, bukur, me gjithë saltanatën, edhe ajo kur mundohet t'i afrohet ati djaloshit, ati komandantit musliman, a i vetëm thot, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ajo mundohet t'a afrohet, a i vetëm hikë prape dhe thot, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe mundohet t'a largoj deri në mëngjes, kur shkon e thirën, e qonë njonin e pytën, thot, atë femnë, thot, si e kalove natë, me cilë, thot, për qenë në atë muslimanë? Thot, unë nuk e di, unë nuk mund të di, a ishtë njeri, a ishtë guru. Sa në vrit guri, qa. Po qka mund të? A di shka mund? Ja kishë mësu shahadetin asa. Po vëllë gjithë natën. Thot, qka mund të ajtë di ku ja afrosh? A su afrosh? Thot, ku ja afrosh? A i largohesh dhe prime, edhe thot të la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Po vëllë kishë mësu shahadetin. Edhe ishtë bindë ajo, edhe aj që e ka qumë se kjo është gur, nuk lëvis, pra nuk i lëvis zemra nga e keqë. E këto, ata të cilët kanë hijen e arshë, Allahu inshallah, gjithë neve, nga njën më prejtyre me vepru, nasim. Na lusim Allahu në gjelarë, sidomos për të troje, ku ju, nga kudar që jemi e kemi vështirë, por në të troje nga shumë aspekte, është ma vështirë, por nga shumë aspekte, vallah është ma lirë. Po ka këtu, bire sidomos këtu, sidomos ju që këtu në këtë Austri, edhe në gjithë botën perëndimore për fat keq, ka më shumë një lidhe tolerancë në shumë vendet tona ku gjuhën islam. Mu më tërgu një varë, janë në Suedia, në Gjermani, në fatë, se një vajzës me shami në shkollë, një mësu se i ka thonë, pëse ti di me shami këtu, pëse, kur në Turkije nuk i ka me shami. Në Turkije se një fakultet me shami. Në Shqipëri e bënë problema që në Turës në veri ku ishte për një vajzë, për një shami. Në të tofë para një 2 muje, për një vajzë vogël në vitin e partë të ekonomisë, drejtori nuk dashtë të prante të në shkoj medrese, e kështu me rarë, e në Kosovë, pra, subhanallah, në këtë troje, tokë është Allahu të gjelar, po Allahu të gjelar tyne, jau ka dhona të them tolerancën njërzore, to me të vërtet në shumë aspekte,
mundohen ta jetojnë atë parimin e tyre demokratik për të cilin këto skohen, por na duhet të vutë dorën në zemër, se me vërtet shumë më livi dhe shumë më tolerancë muslimanët kanë në këto troje se sa në disa vende ku ato janë me shumicë. Na jemi autokton në Maqedoni, në Kosovë, Shqipëri, por atyre tjerëve kushtive tonë, kur na shohin si musliman, për shembull, me dorë me shall hoxha, shumë nga ma të nurës vërdarit, në shkup, me dorë ma të nurës vërdarit me shall, ma problem është se me dorë midis Vjenës. Po, midis Vjenës ma mërmendja me shall, nuk është problem, sa është problem ma të nurës, në qenë garatit, ku du në të ambarim kishë, zotin anë. Pra, edhe njëherë, falenderim Allahu në gjelar, i cili nga ka mundësu të jetëm këtë islam në këtë troje, për të cilat nga ka paralemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë nuk bëhet kiamet para se të hinë islamin në çdo familje, jo në çdo qytet, por në çdo familje. Para se të hinë islamin në çdo familje, ki islam me udhësinë e vet, me mirësinë e vet, me garantën e Allahut xhelal ka më fut në çdo familje. Por fatlum janë ato të cilët e përkrahin islamin, e punojnë për islam, mirë për ata të cilët e luftojnë islamin në një mënyrë apo tjetër. Unë shpresoj se ju alhamdulillah në këto troje keni vlerë, vini dhe jeni të vishëm dhe mundoheni të ndihmoni këtë din të Allahut xhelal më pak me një lidhje të ngushtë vllazërore mes vetë, mos vatepër në mbrëmje kemi obligim. Omeri radiallahu anhu te kryet e ka pas shkrume marra sanate li rabbika al-yawma Omer. Sot për Allahun çka ke punuar? Sot për Allahun çka ke bën? Edhe ti shkruaj, por çka mund të bëj për Allahun? Po çka mund të bëj këtu në këtë vend për Allah? Edhe çka mund të bësh? Një telefonat ja çel një vllau ton, selam aleikum. Si ke hallet? A je mirë? A ke fal sabah? A di sa punë madhe është? A ke falë sabahën, në vëllazë. A që në shkup disa 3 tonë të kanë bërë tash një tradit shumë të mirë. Telefonat e vëllazëve që i kanë në telefon, emnat që i kanë numrat, në sabah, i thirin me telefon që falë sabahën. Po, vëllaj, zotë i shpërblet. Mi po njoni ja kështë shumë një mesaj njoni të gabim. Haj, kur jam i shtri, po kur të kom thonë të më thajrë në sabahën? Unë e të drejkë, nuk shvetë sabahën. Bani edhe gabim me konë, ti tonë dhe në ke bani shabë. Një SMS të ashtë dikuj, o vla i ke falë së të sabahë. O vla, unë në di se ti falësh, pa e ke ngritë bashkërte me sabahë. O qërë bashkërte në mësele, se me bashkërte nuk është mirë, ti është ndahëm në hiret. Ti falësh, shko në gjenet, ajo s'falët, normal dhe, ne nuk dërë që, po me vladë, po me dashamiri, ato të cilin e do, ti në thajri dhe udhëzon, që ti është zbashku me të ndënjën dhe në hiret. Ma pak, të këruna shemë, ma pak që mund të bësh për Allahun xhelal, një telefonat, vëllau tanë t'ja bësh, mos me njëherë, a i ke falë sabahën. Por një 2-3 ditë pyte, nërësia, i e mirë, me shëndetun t'i du, Allah i shpërpër. 3 ku t'a shof se pak i ka zbut fjallet, dhe dishka, dëshë të t'pysë, a i ke falë sabahën. Po, hosh, po me bo me më thonë, për shatë dhe zorit, pa të t'haje t'ja, a qa me të bonë, jo së po ku gjohë dhe dhe, së po punisen, hitë së po ti e ke marrë shpërblimi, e hajtë dhe ta marrë e dënimi. Po inshallah ti dhe bërë shkaktar, që a i dhe udhëzohet, e ty dhe shpërblen Allah me gjennet në fridaus. Edhe një herë lusim Allah në gjelar, rritim tonë në islam të udhëzohet. Lejtë tonë jetë të lungër dhe shëndet të plot, të varfërit tonë Allah të pasuron, të sëmurit tonë të shoron, të burgosirit tonë të pafajshëm Allah të liron, barë musliman dhe në ruzullin të kësor Allah të ndihmon, nga azat i gjahnemit të nashpëton, gjennet në frirdausin nasib të në. Në kom bezdis pa, dhe bëni Allah në shumë. A keni të një pyjtje tërsh? Apo Në di këto kur i hajnë i darë? A i kënë hangër, a mirë, në me këtë bëmë, kri, pas i hajnë hangër, kri. Nëse kemi të qka odhënoni, nëse jo, zotë ju shpërblet. Ashtu edhe ashtu.